Përshëndetje, ky është epizodi i 6 i sezonit 5 të podcastit Flasim dhe fillojmë me shënimet e javës. Kjo ka qenë një javë lajmesh të mira, me kryelajmin për vendosjen e pensioneve në fokusin e mandatit të 4 dhe të angazhimit financiar në buxhetin afatmesëm për të arritur objektivat ambicioz të shpallur paraprakisht kur e kërkuam mandatin e 4, e thëndryshe për quarjen e pensionit mesatar urban i plot në 400 euro dhe të pensionit rural mesatar minimal në 180 euro. Po ashtu, lajmi për pensionet është pasuar nga lajmi për rritjen e pagave, një rritje e konsiderueshme edhe ajo dhe e shtrirë në të gjithë sektorët, por mbi të gjitha e diktuar nga rritja e premtuar e pagës minimale nga janari i vitit që po troket, kur paga minimale në sektorin publik dhe në atë privat, pra kur ligji që do të kalojmë në Parlament i buxhetit 2026 të sankcionoj se në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë asnjë pagë nën 500 euro. Një tjetër lajm i mirë i javës ka qenë lajmi për hapjen e grup kapitullit fundit për negociatat me Bashkimin Evropian në 17 nëntor. Një moment absolutisht i shumëpritur, por edhe historik në kuptimin që me këtë grup kapitull hapen përfundimisht të gjithë kapitullet e negociatave në një kohë rekord prej 12 muajsh, një shpejtësi unike në procesin e të gjitha integrimeve të mëparshme evropiane. Asgjë pra nuk na ndal dhe kemi kapërcyer të gjitha pengesat që kishin të bënin me çeljen e të gjithë kapitulleve. Tani duhet kapërcejmë të gjitha pengesat që kanë të bëjnë me mbylljen e kapitulleve. Po ndërkohë, ekonomia rritet, pensionet dhe pagat rriten, investimet vendase dhe të huaja shtohen, mbështetja për më të dobtit dhe për pacientët me sëmundje të rënda zgjerohet, ndërkohë që asnjë taks nuk parashikohet të rritet dhe puna e institucioneve përmirësohet hap pas hap. Këtë javë kemi pasur edhe mbledhjen e parë mes dy qeverive të Shqipërisë dhe Italisë në historinë tonë, një ditë absolutisht e veçantë në të gjithë historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare të vendit tonë, në një Shqipëri dhe për një Shqipëri që sot gjendet në një stad si kur më parë për sa i përket dinjitetit dhe respektit ndërkombëtar. Mbledhja e përbashkët, një format i mirënjohur për publikun shqiptar, fal mbledhjeve të përbashkëta mes qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës apo të Shqipërisë dhe të Maqedonisë Veriut, ishte një moment shumë i rëndësishëm i thellimit të bashkëpunimit strategjik me Italinë, ku u materializuan 16 marrëveshje të reja, të cilat janë të lidhura me një volum të konsiderueshëm financimesh, projektesh dhe punësh të përbashkëta. Këtë javë u prezantua edhe projekti më i ri kombëtar për karikimin e mjeteve elektrike. Një hap i madh drejt të ardhmes, një shërbim i ri publik i kompanisë sonë të shpërndarjes OSHE dhe një hap tjetër drejt
bashkëpunimit me qytetarët shqiptar për të rritur cilësinë dhe për të rritur shpejtësinë përmes cilës Shqipëria shkon drejt objektivit madhor të sovranitetit energjetik, pa rënduar mbi qytetarët, po përkundrazi duke ju gjendur pranë si partner në këtë rrugë të përbashkët. Kjo do të thotë konkretisht që shërbimi i karikimit të makinave elektrike nga OSHE-ja, OSHE Charge, do të ofrohet me të njëjtin çmim që ofrohet energjia elektrike për konsumatorët familjar në të gjitha rastet kur do të bëhet në parkingun pranë banesës. Ndërkohë që ai do të ofrohet me një çmim të rregulluar dhe të arsyeshëm në pikat që OSHE-ja do të ndërtoj dhe do të bëj të aksesueshme për publikun. Për herë të parë kemi këtu në këtë tryezë të ftuarit nga porta e emailit flasim@kryeministria.al, që është një port ku janë të ftuar të gjithë ata që dëshirojnë të jenë këtu me mua, të tregojnë historinë e tyre të suksesit, të flasim për aktivitetin, për jetën e tyre, të ndajnë me publikun çfarë mendojnë se ja vlen që publiku të dëgjojë prej tyre, dhe natyrisht të bëjnë edhe promovimin falas. Dhe këtu jam me Henryn. Henry do flasi vetë për veten e vet. Konflikti në dukje i interesit midis meje dhe Henryt si i ardhur nga dajti Paradise, do me thënë nga zona e Katundit tim. Lagja. Është Katun në Çarlagje. Çarlagje e qytetar që vjen nga qyteti atje, unë jam katunar që vi nga Katuni në qytet. Është në fakt thjesht në dukje, sepse është era parë që shifemi, në mos më gabon memores tani. Era parë. Gjithë këto vite bëjnë të vetën. Është Florida, e cila vjen nga Vermoshi. Është Eraldi, që vjen nga Leskoviku, edhe me Eraldin takuam për herë të parë. Po. Është dhe Juliani, që Luli i Kullës Hupi, që në fakt edhe ky ka shkruajt në portën e flasim.al për të qenë këtu i pranishëm, edhe stafi që organizon këtë podcast. Lul Hupi i Kullës Hupi është njohur me mua në fakt si zë kritik që më nxit në jetën në Facebook në kohën kur unë kisha atë zakonin e dikurshëm që sa herë hyja në makinë, shiva Facebookun dhe filloja komunikoja me idenë që ti respektoja njerëzit. Por duke qenë se flisja pa dorashka, shumë kush edhe i keq kuptonte dhe kështu që thash po mirë. Po e lejmë këtë punë me kaq. Në ndërkohë, me Lulin, mbas sa komunikimeve, jemi njohur sepse kam shkuar atje te Kulla. Kulla Hupi është një kryevepër. Dhe pastaj i kam treguar që nuk ka pse ankohet nga qeveria, po duhet shofi rrugën për të punuar me projekt, për të aplikuar me projekt, për të gjetur mundësinë për të marrë mbështetje nga projektet dhe praktikisht ma ka dëgjuar llafin, rrugë më e vështirë kjo, po rrugë më e sigurt. Dhe sot Kulla Hupi është një histori e bukur suksesi në Bulqiz, në mes maleve, ku shkon, ngjelet pa fjalë,
Dhe pastaj kur zbret që andej, thot tjerëve shkoni dhe ju. Kështu që ja vlen. Ani nuk po e filloj me ty, se ndërkohë dua ta filloj me Eraldin, me letrën që ke shkruar ose mesazhin që ke shkruar në email për të qenë pjesë e këtij podcasti e ke aty në telefon. Po, në radhë parë do të falenderoj për ftesën që më bët. Falenderime, po të lexoj atëherë. Çka ke shkruar pastaj. I nderuar zoti Falenderoj unë të gjerdhe. Po. I nderuar zoti kryeministër, duke parë njoftimin tuaj në rrjetet sociale, mora shkast që shkruaj për të prezantuar një histori që besoj përfaqëson në mënyrë të qartë se si puna, përkushtimi dhe dashuria për vendin mund të kthehet një kodër të thatë nga një nga vreshat më të bukura dhe më të egra të Shqipërisë së Jugut. Kur mekanizmat shtetërore funksionojnë dhe njerëzit e punës kanë mbështetjen e duhur, asgjë nuk është e pamundur. Leskoviku ka një traditë të hershme në vreshtari dhe familja jon, familja Feyzullah, është përpjekur të ringjallë dhe të modernizojë këtë trashëgimi, duke investuar me pasion në kultivimin e rushit dhe prodhimin e verës cilësore. Kjo iniciativë nisi në vitin 2010 dhe prej atere ka vijuar të zhvillohet me dashuri, këmbgulje dhe profesionalizëm. Puna jonë është vlerësuar dhe ndërkombëtarisht. Revista prestigjioze Gambero Rosso ka vizituar vreshtin tonë dhe ka botuar një artikull për historinë, sakrificën dhe suksesin e këtij projekti shqiptar. Do të ishte një kënaqësi dhe nder për mua, si Erald Feyzullah, djali i vogël i familjes, i kthyer nga jashtë për të vazhduar dhe zhvilluar pasionin familjar, që të ndaj këtë histori me ju dhe me shqiptarët, si dëshmi se kur ekziston vizioni dhe dashuria për tokën, zhvillimi bëhet realitet. Sa më të mirë që marr veten djali i vogël i familjes, prandaj të ftuar. Kanë thënë ta ftojmë të djalin e vogël se ju kërkoj që t'i lexoni këto dhe që edhe tjerët të kenë një ide se sa thjesht është kjo. Unë në fakt do doja që ta bëja dhe një thirrje për të gjithë ata të cilët janë skeptik për sa i përket thirrjes tuaj dhe ta aplikojnë, sepse vërtet sot është radha jon të jemi këtu, nesër do të radhë e tyre, nëse aplikojnë, nëse shkruajnë një email, nëse ju drejtohen, se jo. Tani se kjo botë është e guximtarëve, njerëzit guxojnë, provojnë, jo gjithmonë ju del, shpeshherë nuk ju del, por kur del. Florida, mund ta lexosh ti tekstin që ke shkruar, se unë dua që ta dëgjoj bashkë me të tjerë. Atëherë jam shumë e lumtur që jam këtu. Expired, faleminderit që na ke dhënë këtë hapësirë tonë, që na ke dedikuar neve kohën tonë të rëndësishme. Atëherë, unë jam Florida Peraj dhe do të doja të ndoja me ju historinë time. Në vitin 2013 fillova të punoja në një bujtin në Vërmosh. E kështu pas 3 vitesh kur kërkesat për turizëm sa vinin e pushtoshin, por në krah tjetër trim shumë për largoshin nga zona e Vërmoshit, u gjenda përballë një vendimi të rëndësishëm. Të hapja një biznes timin apo të largosha si shumë tjerë. Por vendosa mos largohem e qëndroja të ku më takon. Vendosa që shtëpinë tonë ta ktheja në shtëpi pritje. Kjo ishte një thyrje tabush, se si të merre një pagesë nga mysafirët që të vinin në shtëpi, apo si të shërbente një vajzë për të huaj e njerëz që ti nuk i njeh. Por ishte edhe një sfidë. Filluam vetëm me 2 dhomat tona, duke fjetur vetë në divan ose në dysheme që t'u aleronim dhomat turistëve. Nuk ishte e lehtë, sidomos për prindërit e mi, lodhja ishte e përditshme dhe as natën nuk mund pushonin, por sakrifica ishte e nevojshme për një ditë më të mirë. Mua i mend se sa shumë gëzoshim kur merren një rezervim për 2 ose 3 persona, u vinim e gjithë familjen kam dhe një javë përpara që me pas një shërbim mirë. Sot pas shumë vitesh, monër për kushtim, kemi arritur të jemi një bujtin e njohur brenda dhe jashtë Shqipërisë, si bujtina Peraj. Arsimin tim e kam nisur në shkollën 9-vjeçare Demokracia në Vërmosh, e më pas bëjova gjimnazin shkollor, studimet universitare në Tiranë, ku përfundova master shkencor për administrim biznesi. Gjithashtu ne në zonën e Kelmenit kena një event shumë bukur tradicional, kena logun e bezhve, dhe aty vajzat konkurrojnë për të bukurën, po aty e bukur është xhobleta, një veshje atë që e lashtë, siç është sot edhe pjesë e UNESCO-s, edhe aty fitova çmimin e parë si Miss Beshka.
Më mend që me shpërblimin që mora, ishin 240.000 lekë vjetra, isha 16 vjeça. Edhe ideja ishte që do bëj me këto 240.000 lekë, që do diqa për shpinë. Më mend që kam bërë një fshetë korrenti dhe një tapet dhuratë për mamin. E kështu puna në agroturizëm ka rrit dhe shkollu, është puna pa të cilën nuk mund të imagjinoj jetën. Kam punu gjithashtu në sektorin shtetëror, pra njësisë administrative si punojëse sociale. Dhe do ishte kënaqësi për mua, ndër gjithë tjerë që kam shkruajt, do ishte kënaqësi për mua. Paske bo çaf gjatë. E kam bë. Kaloja fjalën Henrit. Pa. Faleminderit kryeministër. Rrofsh, faleminderit që erdhe. Atëherë, mesazhi që kam dërguar është unë jam Henri Sheu, pasardhës një tradite familjare që prej vitit 1994, ku familja ime ka ngritur normalin e Dajtit biznesin Dajti Paradise, me plot bindje mu themi se jemi biznesi para agroturizëm në Shqipëri, i ndërtuar me përkushtim familjar dhe dashuri për natyrën, mikpritjen dhe zhvillimin e zonës Dajtit. Gjatë gjithë këtyre viteve kemi pritur dhe shërbyer mira turistë nga gjithë bota. Kemi organizuar kampe verore me fjetje për fëmijë, një pjesëmarrje të madhe nga institucione shkolla të ndryshme dhe gjithashtu dhe festivale muzikore ndërkombëtare, me DJ nga më të mirët në botë, ku 2, 3 dhe 4 maj të këtij viti ishte festivali i fundit. Presim që vitin tjetër dhe jetë akoma më i madh. Duke tërhequr vizitor dhe të promovuar fuqishëm parkun e Dajtit si një pasuri kombëtare. Gjithashtu kemi pas dhe mbështetje nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit, një falënderim veçantë që bëri të mundur dhe organizimin e këtij festivali. Në të njëjtën kohë ne ofrojmë akomodim luksoz në vila me pamje panoramike, restorant me ambiente rekreative që funksionojnë gjatë gjithë vitit. Duke bërë Dajti Paradise një destinacion të plot për pushime, evente dhe aktivitete në çdo stin. Sot Dajti Paradise në një fazë zhvillimit të rëndësishëm, ku kërkesat e vazhdueshme kanë tejkaluar kapacitetet aktuale. Prandaj detyrohemi me respekt qeverisë shqiptare dhe juve personalisht për mbështetje institucionale dhe bashkëpunim strategjik, që mund të vazhdojmë të zhvillojmë këtë projekt unik dhe ta kthejmë Dajti Paradise një destinacion të njohur ndërkombëtarisht, që përfaqëson më së miri potencialin e turizmit shqiptar dhe malor. Vendodhja jonë në 1200 metra lartësi mbi nivelin e detit, me pamje që shtrihen deri në 2 dete dhe gjysmën e Shqipërisë, një ndër vendet më të veçanta me plot siguri në Ballkan dhe në Europë, dhe meriton një zhvillim të standardit më të lartë. Ju falenderoj shumë sinqerisht për përpjekjet dhe vizionin tuaj për zhvillimin e turizmit malor dhe jemi shpresë se paketa e maleve do të sjellë një frymë të re për biznesin ton dhe të gjithë vendit, i cili funksionon gjatë gjithë vitit dhe kontribuon në promovimin e Shqipërisë si një destinacion tërheqës në çdo stil. Mirë, paske bëj furçe mu apo si katunari zonës të i futa i penel. Po me që të komët ja. Mirë, rrofsh. Atëherë sa fillon. Urdhëro. Shumë shkurt. Jo më çka ke shkruar Bashkëshorta ime më shkruaj se unë s'kam pas mundësi të shkruaj. Më thotë se çova një email kryeministrit, aty ke emaili flasim. Edhe këtu thotë që jam Julian Hupi nga Bulqiza, Kulla Hapi. Ka shkruar ajo sigurisht. Pash ministrin kontuar në podcast. Flasim është deri më për mua të ndaj historinë e Kullës Hupi, një model i ringjalljes së traditës së zhvillimit rural. Do doja shumë të isha pjesë e tërheqjes suaj për të folur rrugtimin ton që ka frymëzuar shumë të rinj në zonën tonë. Respekt dhe mirënjohje për ftesën dhe po çai theri kur ta e kam çuar emrin tat. Po i thash unë citova, thash unë shumë herë tash i kam thënë se më ka ftu. Mos dash me shkruajt me art. Kështu që për gjithë ata që kanë dëshirë me art këtu duhet të shkruaj gruaja e zgjut. Po ajo që e bë ti. Sa ty të kam bë pikun ty, se ndryshe pse ajo që e bë ti. Në aty ku siç thon nuk ha pula gur, po ha guri pulën aty. Pa rrug, pa drita, pa treq, pa shejtan, do me thënë, nuk e di, me marrë atë kullën e vjetër, e me fillu me ndërru, edhe me hap dyrë, edhe me prit, edhe me vërshisi, edhe me mbjetu, edhe me shtu gur mas guri, po çdo gjë me kujdes, ajo është për të heq kapelen, nuk e kemi kapelës, se heqim dot, po kur thon fjalës për të heq kapelen. Ajo që unë do doja tani të flasim është cila është marrja tjetër. Pra, ku mendoni ju se do të çoni këtë punë? Pra, çfarë do bësh ti tjetër tash? Aty do plakësh më sa. Unë vi sot për Tiranë.
erdha me rrugën e arbrit, e cila është bërë një investim i jashtëzakonshëm. Edhe fakti që vjen aq shpejt për 45 minuta dhe jep shpresë aty në mira familjeve që janë aty në fshat, që vinë nga emigrimi. Unë shoh rreth vetes time tani që shoqëri që u bë model kulla, edhe po investohet akoma më shumë. Edhe më të fshat, më të Dugin. Unë kam një ëndër të madhe, prapë shoh me sy hapur, që ajo Dugin kthehet një ndër luginat më ekologjike në Shqipëri. I ka gjithë potencialin, ka gjithë mundësinë, që shtëpia dykaçe, nuk është e thënë me të jenë vetëm kulla, por një shtëpi dykaçe që është bërë me gur, me dru, me disa ndërhyrje të vogla. Tani kanë dalë këto xhami, kombinimet me dru janë fantastike. Një ndryshim i vogël, një obor i lezetshëm. Pastaj disa gjëra tjera të vogla për argëtim, siç janë kafshët apo gjëra tjera. Besoj se në atë vend do rinjallet diçka e jashtëzakonshme. Edhe unë për këtë po punoj. Sa investime shefti në një perimetër? Unë mendoj sa kanë filluar që kanë ardhur. Aktualisht një 300 metër lart nesh është duke u bërë një bujtin, që është i kthyer edhe ai si puna ime nga Anglia. Edhe unë tani bashkëpunoj edhe me një djalë tjetër që edhe ai po investon në mal një bujtin prap, edhe me një stan. Është kjo paketa e maleve që unë jam shumë i njohur si ju i keni dhënë një shtysë të jashtëzakonshme, ku njerëzit nuk do ta mendojnë që të investojnë vetëm ata që kanë mundësi, po edhe ata që s'kanë mundësi, me projekte të vogla, me një kredi të vogël siç e kam nisur edhe unë. Kështu që është e realizueshme dhe është një ëndër që nuk duhet pa, po duhet me punu për ta realizuar. Te paketa e maleve kemi goxha kërkesa. Paketa e maleve është pikërisht në thelb kjo gjë, nuk është për ata të cilët e kanë tokën, për ata të cilët për një arsye në zonat caktuar nuk e kanë marrë dot tapin, sepse nuk qifet 7501, non e kanë refuzuar 7501 ose këtu ose aty. Për ata që kanë një rënoj, edhe ma jep mundësin ta investoj, ta hap derën, të ndes o gjaku në gjyshit, e të filloj të bëj një jetë timen këtu. Do jetë fantastike. Edhe gjithë kjo histori e re e agroturizmit ka treguar që kjo është histori suksesi, sepse ti çfarë do bëje ti ndryshe, nëse ti do rri atje në zonën tënde, çfarë do merresh? Do merresh me çfarë? Do bëje bujqësi. Pa infrastrukturë, pa gjë, pa toga. Do bëje çfarë? Do bëje blegtori. Unë e provova me emigrimin edhe u ktheva. Apo do bëje emigrim. Edhe fillova galerinë. Të gjitha këto bashk treguan që çfarë të jep në fund muajit toka e gjyshit, edhe sikur të jetë në firë fistun, me një projekt bukur agroturizmi, nuk ta jep as puna në migracion, as puna në qytet, as i gjë tjetër, se do punosh për tjerët. Vërtet është. Aty do punosh për veten tënde. Dhe paketa ka mbështetje për 500 parët që do marrin lejet 10 vjet pas i taks. 0. Vetëm sigurime shoqërore, sigurime shëndetësore, se ato normale se tash pensionit tjerëve. Ti djali i vogël tani po merr suksesi që ndërtuan tjerë. Ti ku do të çosh tash? Atëherë unë shoh një rikthim të Leskovikut në pjesën e turizmit, agroturizmit dhe përpunimit të verës, atje ku ka qenë shumë kohë përpara, sepse na kanë treguar dhe nga çfarë kemi lexuar që Leskoviku ka qenë një krenari për Shqipërinë dhe unë mendoj që po jo vetëm, do t'ja dal të rikthej edhe një herë Leskovikun atje ku ka qenë. Ne si investim kemi investuar në breshtarin, kemi investuar në kantinën dhe po ashtu edhe në një bujtin të vogël dhe e kemi plotësuar deri diku një zinxhir të lezetshëm për ta kthyer në destinacion dhe mendoj që duke u zhvilluar dhe duke investuar akoma dhe më shumë do t'i arrijë qëllimin. Patjetër
mbështetja e qeverisë dhe partneriteti, sepse mendoj që në mënyrë pakete maleve për çfarë do investosh më shumë? Çfarë do doje ti të investoje më shumë? Atëherë, do investoja në teknologji patjetër, sepse pjesa e enologjisë ka teknologji dhe sa vjen edhe zhvillohet edhe ajo ndikon, dhe në kapacitetet prodhuese patjetër. Këto janë dy gjëra që unë do shikoja. Ju aty e keni të kombinuar me kështu me mikpritje apo keni vetëm? Jo, kemi mikpritje, është e vogël me 5 dhoma relativisht, dhe kantinën e kemi në qytetin e Korçës në fakt, sepse nuk e kemi ndërtuar dot. Keni tokën, aty keni Vreshtin. Vreshtin e kemi në Leskovik, po, edhe kantinën e kemi në Korçë. Pse jo, do të ishte shumë bukur që ai Vresh panoramik, i cili thash është vlerësuar shumë dhe kushdo që ka ardhur si, po themi, vizitor të thjesht, po dhe specialist të fushës, ai kanë vlerësuar për të gjitha, edhe si mikroklim, edhe si përbërje toke, edhe si peizazh patjetër, dhe edhe si varietete, sepse jemi munduar të kultivojmë ato varietete të cilat kanë qenë historikisht të kultivuara në Leskovik. Unë themi autoktone, kjo pjesa autoktone është pak diskutim kështu, se janë diskutime, Mavrudi për shembull që ka ardhur rreth 44-45, pak a shumë, sipas disa librave që kam lexuar, është rritet shumë mirë në atë zonë, domethënë, do shumë natyrë. Mavrudi çfarë origjinë ka? Tani disa thonë që është bullgar, domethënë, është dhe një histori për sa i përket Mavrudit që vjen nga Bullgaria, disa thonë që është grek, por Leskoviku nuk e di, Mavrudi në Leskovik bëhet shumë mirë dhe ka qenë dhe një, domethënë, njohës vere. Ata pastaj po çudi nuk është. Është çështja e identitetit. Ne me produktet tona nuk mundet të shesim, nuk mund ta konkurrojmë me produkt italin, nuk mund ta konkurrojmë me produkt greqin, por mund ta konkurrojmë me identitetin ton, domethënë me atë produktin e malit i cili shitet sepse është shqiptar. Edhe Shqipëria po e arrin atë standard avash që të jetë të ketë një produkt me identitet fort. Në rastin konkret ne kemi nxjerrë një etiketë me emrin e liçenit nëntoksor që është zbuluar Neuroni, është një liçen nëntoksor termal i zbuluar së fundmi tani, ata që e kanë zbuluar thonë që është më i madhi në Europë dhe më gjerë. Dhe ne kemi vendosur atë emër dhe duam që nëpërmjet produktit ton t'i bëjmë edhe reklam edhe këtij zbulimi. Ose janë këto gjëra domethënë të cilat na diferencojnë me konkurrentët e tjerë, po flasim të vendeve të tjera. Unë kështu e shikoj për. Bukur. Rritja e kapacitetet mikpritjes aty do ishte një investim i mençur, sepse edhe për shkak të lehtësimit madh që është bërë infrastrukturës, po edhe për shkak se po mbyllet tani gjithë qertulli atje me infrastrukturë, që nga Përmeti, Kolonja, Korça, gjitha i Pellk, që natyrisht pastaj lidh Tepelenën, lidh Gjirokastrën, domethënë nuk është më që të vish këtej e ti kësh prapa ndej, po është bërë një Pellku, ajo bëhet një Pellk shumë i bukur turistik, edhe me shumë diversitet, edhe patjetër që çdo lloj oferte që vjen pak më thellë në zonën malore, ka shumë potencial të madh që të ketë sukses. Dhe sidomos në ato territorat i Leskovicë Kolonjë është një prrallë natyrore që e bën shumë cilësore ofertën, nëse ka një ofertë cilësore të mikpritjes të qëndrimit. Edhe aty janë bërë dhe disa të tjera, në aty po zhvillohet. Po të vim tek Vermoshi, ku shkojmë tash më lart? Cila është ambicia? Ne aty kena një tokë prej 12.000 metrash, që unë në 5 vitet e ardhshme du ta e shoh, domethënë, po më sy hap, e ndroj më sy hap, të mirë organizuar me disa shtëpi të vogla prej druri, me një restorant mirë fillt,
ku të bëjmë shërbimin e vaktave, por nuk duhet të jemi edhe shumë selfish, do më menu pak edhe për zonën, sepse unë nuk mund të baj turizëm vetëm vërmosh edhe Lipush. Pra, do më thonë, kam dëshirë që të rritin investimet në të dyja fshatnat, në Lipush dhe në Vërmosh. Për këta, kena nevojë normalisht për mbështetje, për rrjetin elektrik, që e kena problem. Edhe pak gjë, nuk mundëm me ka një biznes Mirfield, po rrjetin elektrik. E di që është planifikuar në stacionin deri në Tamar, por që të ketë një zgjidhje përfundimtare, duhet vinë deri në Vërmosh. E për me rrit ofertën turistike, duhet kena dhe destinacione që mund t'i ofrojmë. Në Vërmosh kena një kull historike dhe simbolike, kullën e Pregcalit, që mendoj ka arë koha që të marrin zgjidhje. Ajo duhet kthehet një muze etnografik, e tjetë, të më thonë, unë ta kem destinacion për zonën, nëse dikush vjen në Vërmosh, unë edhe sot që është Rënoje e sugjeroj, thëmë të janë Rënojat e shtëpisë Pregcalit. Kjo do të rritë edhe punësimin për banorët e zonë, se aty punëson 2 ciceron, 2 sanitare, por kur nuk do që të kthehet në hotel, apo bar kafe, apo projekte që nuk kanë lidhje me shtëpinë e Pregcalit. Aty mund të krijohet një fondacion e Pregcalit, kam blerë këto para, kush do të kontribuojë nëpërmjet atij fondacioni dhe pastaj ne mund ta bëjmë këtë gjë me Fondin e Zhvillimit Shqiptar dhe bashkojmë fondet edhe fondacioni jep kontributin e vet edhe çfarë mund mungoj mund ta japi Fondi i Zhvillimit Shqiptar edhe pastaj i vëmë një plak siç bëhet në gjithë botën, i shënojmë emrat e gjithë kontributorëve, kështu që secili merr itën ka emrin aty dhe thotë ja, e kam lënë dhe unë emrin këtu. Dhe pastaj çfarë bëhet aty dhe si përdoret, ajo duhet me e pa, sepse duhet është e rëndësishme që të jetë diçka që të jetë e gjallë, që të jetojë. Po në Dajti në Paradise, çfarë plani ke ti? Atëherë, plani është që Dajti Paradise ka një kërkesë shumë të madhe turistësh për akomodim. Gjithashtu ka dhe... Sa keni ju si aktualisht? Ne kemi 8 vila. Normalisht ka nevojë për shtim kapacitetesh, ka nevojë që rruga e parku Dajtit të ketë nivele standarde më të larta. Normalisht është parku më kryesor i gjithë Shqipërisë. Por rruga për Paradise është e mundimshme. Normal. Mund të jetë kështu. Ne kemi besuar gjithmonë që do vinë diçka do bëhet. Ti lufton, pastaj tak vjen Dajti Paradise. Dyshe po që shtruma që fillim pse do vinë deri këtu. Një aktivitet që zhvilluam, që ishte shumë i madh për ne, doli me sukses, domethënë. Një pjesëmarrje deri 4000 persona që ishin pjesëmarrës fest, do gjithë të huaj, 90%. Ne bëm një 4 ditor fest. Ku ne ajo ishte e hapur, ne bëm dhe ambiente për ngrënie, domethënë e pas keni myt më. Doli me vërtet pastaj edhe me kampet verore. Kemi ndërtuar një strukturë provizore që kemi kampe verore me vjetë. Një gjë du të them, sepse është e rëndësishme. Paketa e maleve nuk në kupton që ne të bëjmë investime që i bien ndesh filozofisë dhe parametrave të zonat mbrojtura, të parqeve natyrore e tjera. Por jana tjetër lë një hapësirë për investime inteligjente, që janë investime të cilat i japin natyrës mbrapsh diçka, jo thjesht që i marrin natyrës, po dhe i japin mbrapsh diçka. Kështu që duhet me gjetë rrugën me ndërtu. Edhe projekti duhet të jetë shumë ekologjik. Me ndërtu një projekt që të jetë i projekt i cili për shembull sot. Dhe këtë unë duhet që është të shohë një se ke pa. Një nga gjërat më të bukura që unë kam parë, jo në Shqipëri, po që kam parë unë, kudo ku kam shkel dhe kam pas mundësinë me të drejtën të shkel në shumë vende, është parku ose rezorti ose infrastruktura mikpritse ose quajnë si doni në Nivic. Ju të sugjeroj që ta shohësh. Ata e kanë bërë disa milionerë suedez.
do janë milioner, nuk janë njerëz që s'kan mundësi të bëjnë edhe dhe e kanë bërë për natyrën. Dhe nuk kanë prek asgjë në tokë. Pra, ai është një resort, ose një hoteleri, po themi, që brenda një dite të shpontohet dhe nuk shef mas gjë sikur s'ka qenë kush aty. Me tendat e safarit, që i kanë marrë tendat e safarit, me platformat e drurit, që rinë të gjitha mbi disa këmbë, që vendosen, është thjesht me një super komoditet, përballon vapën, përballon dhe dimrin, me higjen, me krevati perfekt, jastëku perfekt, izolimi perfekt, dhe ti ke natyrë. Pra ajo është një mënyrë që ti të gjendesh në natyrë dhe të kesh një shkrirje me natyrën, edhe nga i pamja e investimit, edhe investim modest në kuptimin e lekëve, se jo hap themele edhe investim shumë elitar në pikpamjet koncept. Që u sugjeroj të dyve ta shifni, se çfarë lloj prekje elegante në natyrë. Ajo që mendoj dhe kam dëshirë që ta bëj edhe si pyetje. Ideja që të krijosh disa modele, atëherë kur askush nuk imagjinonte turizmin. Atëherë s'kishte turista. Turistat ne i shikonim si me qenë UFO. Pse besove? Pse besove ke këto të ri që janë kthe dhe i ke bo sot një shembull, kudo që ti ke vu dorë, kudo që ti ke besuar. Prova se do thonë që i kemi përgatitur përpara këto punë, se ty të shyn në patronazhizëm duket, të ka dalë vina. Akoma jo. Atë apo. Tani pse besova unë e para herë arsye pse unë jam këtu në këtë punë është pse besoj. Unë nuk besoja për çfarë do nduaj në punë. Unë nuk kam, jam informum shumë mirë që ku që i vogël, që vërdekja nuk është tash e them, është diçka që do vi. Dhe më ka rrit një gjyshe që thoshte do takosh shumë njerëz të tjetë. Për takimi më i rëndësishëm është ai i funit. Në fund fare thoshte do takosh i plak. Me flokë të bardha të gjata, me mjegër të bardhë të gjatë, që është pjetri. A i thoshte ka qelësat. Ku do shkosh ti? Do shkosh në ferë, apo do shkosh në parajs. Edhe ferë dhe parajsa kanë katët e vetë, ato që ne jetojmë katët. Tjerët ka 3, ka 2, ka 9 kate. Feri. Në tokë gjitha, parajsa i kam i të. Edhe do ulesh për balla ti dhe do të thotë, më thuj, kush je, qa ke bë? E ti do t'i thush që mësova mësime, bëra notas, marrova shkollë, bëra artist, bëra veprat, martova, bëra fëmijë, jetova. Qa pastaj do? Qa do t'i të qino? I pas ke punë për vetë. Më trego, ke bënë jo për tjerë. Dhe aty ndahet kjo punë. Paradise, që ose ke bë veç për vete, do shkosh në ferë. Dhe ajo që unë besoj, është që ti i lë për mes të tjerëve pjesët e tua. Lë për mes të tjerëve pjesën të pjesë të ndën me fëmijët, lë për mes të tjerëve pjesë të ndën me dashurin që jep, me solidaritetin që jep, dhe lë për mes të tjerëve një pjesë të ndën me gjërat që mbetën.
Dhe gjëja që ka qenë shtyt shumë e fortë për mua në këtë punë ka qenë edhe një ndjenjë hakmarrje reale e brendshme që si ka mundësi që s'pas kemi ne mundësi që t'jemi barabartë që ta shohin ne gjithë. Sot njerëzit me shumë drejt i bëjnë krahasimet me Gjermaninë, me Francën, me tjerë. Dhe më tepër e kemi burë në atë shprehjen që nuk ka mos më thuj si ke qenë, më thuj si je. Por unë e kam djeg gjithmonë atë porosinë ose këshillën ose atë mençurinë në Terezë, thoshte. Vend që të rishtu mallkuar errësirën ndizi qiri. Se e gjitha nuk zgjedhet me herë. Qiri mbas qiri, dritës mbas dritëse, fillon zballohet drita, fillon edhe çdo shembull është një trit që pastaj e tjerët fillojnë shohin, e bëri ky, po e ndes dhe unë qirin tim, po e ndes dhe unë dritën time, po e bëj fillon krijohet një network. Që janë shumë gjëra bashkë. Ajo që i mban është besimi. Po besimi ku? Besimi dhe ëndra që shërë mësë hapur. Do arri atje, dhe do bëj këtë, do bëj këtë. E nuk më ndal njëri për të bërë atë që kam dame e në bëj. Unë mendoj që ka sa njerëz në këtë vendin ku jetojmë që vinë për të lënë gjurmë. Në të gjithë botën, në të gjitha vendet ka njerëz të gjitha llojeve, siç janë dhe këtu, nuk jemi ndryshe ne. Por të tjerët kanë pas më tepër kohë për ta zbukuru veten, kanë pas më tepër kohë për ta gëvënd veten, ka pas më tepër kohë për të vendosë të gjitha shtresat në vendin e tyre, të rrugëve, të institucioneve, të komuniteteve, të shoqërisë, tjerë, kanë pas më tepër, kanë mësu më tepër nga historia, nga jeta e tyre, kanë nxjerrë më shumë mësime, kanë pas kohë që ti tresin mësimet, e kanë kuptu që ca gjëra duhen shmang, s'duhet harxhu energji pa fund për idiotësira e tjerë, por kudo është në forma ndryshme është një gjë, është njësoj. S'ka asnjë ndryshim, njerëzit janë po ata, shqiptarët nuk janë ndryshe nga tjerët as për mirë, as për keq. Shqiptarët janë njerëz që po qenë vetëm, janë të pa përballueshëm në energji edhe në këmbgulje, se duan të arrin, kur bëhen bashkë bëhen çik më problem. Ne që kemi zgjedhur të jetojmë në Shqipëri dhe jemi kthyer edhe nga jashtë, kemi jetuar këtë pjesën e që folëm pak më përpara, domethënë që vërtet shqiptarët kur jetojnë jashtë janë ndryshe dhe kur kthehen brenda janë ndryshe. Po ne kanë vetëm shqiptarët. Po mirë, të gjithë, po ne shqiptarët grekët njësoj, ballkanasit e tjerë, italianët po ashtu. Sepse kur shkojnë jashtë përballen me paragjykime, kurse këtu japin vetëm gjykime. Ajo çka do të pyesja ishte për sa i përket ne e shikojmë të ardhmen tonë këtu dhe duam ta vazhdojmë jetën, familjen e të gjitha, por siç e that, vizioni evropian është ajo që ne na duhet dhe Shqipëria në Bashkimin Evropian është ajo që në një farë mënyrë mezi po e presim, edhe unë doja të drejtoj edhe mbas edhe një pyetje se sa afër dhe larg jemi ne dhe a është në dorën tonë apo nuk është në dorën tonë kjo gjë, sepse janë sado që të mundohem unë për shembull për diçka që s'është në dorën time, apo sado që të mundohesh ti për diçka që s'është në dorën tënde, pastaj krijohen edhe ndonjëra ato iluzionet edhe pas iluzioneve pastaj edhe Zoti thonë se unë nuk kam komunikuar me të, po
Edhe Zoti thot, më ndihmo të të ndihmoj. Edhe Perëndia. Dhe në dorën tonë është një pjesë e madhe. Një pjesë tjetër që nuk është në dorën tonë është më e mundshme nëse çfarë është në dorën tonë ne e bëjmë si duhet. Ndërkohë që nëse ne nuk bëjmë si duhet çfarë është në dorën tonë, ajo pjesa që është në dorën tonë bëhet më e vështirë. Pra do ketë ky proces këto dy pjesë. Pjesa që është në dorën tonë dhe pjesa pastaj që mbasi ne të mbarojmë çfarë është në dorën tonë dhe mbasi ne ta marrim nga Komisioni Evropian certifikatën që këta e mbaruan punën me ne, tani 27 vendet jepin një okay, se nga 27 që du t'japin okay, aty pastaj pjesa më e madhe e vendet do na japi me një herë, pa diskutim. Ndonjë vend tjetër do ketë nevojë për më shumë argument, për më shumë bindje, për më shumë, po unë besoj që ëndra që është më syhap është e sigurt që po e pe mund të arrihet. Nuk ka rëndësi kryeministri unë apo jo. Ja, kuptoj, kjo është gjymallore, po. Shqipërinë aty. Atë e kam Shikoj ideja. Fiksimi im është sa herë. Sa herë jo, është ajo që praktikisht se i kam duar me bojë se në puna. Bëjë piktura, unë gjë punës. Është ajo që rri aty. Kur shkojmë ne atje që jemi të ftuar, na e vën aty, tak, na e vën, mbaron e mbledh e ikën kjo. Të tjera të rinë Italia, Gjermani, Kroatia. Ne jemi provizor, domethënë. Ja, dhe me unë du që të vjedh aty dhe mos luj mo. S'ka për lujt më. Apo se kemi dhe me A. Na, e para. Unë kam një vajzë të vogël edhe nuk do doja që të vazhdonte që atë që ne kemi ndëruar për veten tonë tani të vim ta ndërojmë edhe për fëmijët tanë, po normal tani të gjithë duke u ndëruar së bashku, siç e thatë, ëndra juaj do bëhet edhe ëndra jone dhe ka që të mos flem shumë, mos flem shumë, mos flem mos hap. Kam një pyetje, zoti kryeministër. A është vërtet që thojnë, thashë theme, se besoj. Tja je më shumë i jugut se veriut? Kështu thojnë fakte. Këto janë llafe kot pastaj se. Edhe unë se besoj. Jo më po janë llafe kot. E para unë kam gjakun të përzier, pra qoftë nga IMM, e cila është e vërtet që ka lindur në jug, në Vuno të Marës, por familja ka ardhur mirëtita. Në Vuno, shumë familje kanë zbrit siç kanë zbrit sot në vitet 90, një pjesë familjesh në Tiranë, ose kanë zbrit në Durrësin e Ri, apo ku ka qenë dikur që i thoshin Këneta, ose kanë zbrit në Shkodër, ose kanë disa kohë më përpara, nga Mirdita kanë zbrit poshtë, dhe prandaj janë mbi emra të kombinuar. Kolega është Koleka. Robert Ndrenika është Ndrenika. Edhe janë kështu që një pjesë është andej. Pjesa nga baba është e përzier. Ata kanë qenë më parë në Berat dhe kanë zbrit Durrës. Dhe pastaj gjyshi baba kanë lind Durrës. Ndërkohë që nga pjesa nga baba nga gjyshja jam nga
Edhe lura, Shkodra. edhe lura. Kështu që në këtë sens, domethënë në vetvete unë i kam pas në familje edhe historitë edhe si tush ato bisedat si kam pas një herë të ndara. Ndërkohë që kur vjen puna te kontributi pastaj, unë di që rruga e Arbërit nuk është një jug. Dhe rrugën e Arbërit e premtuan gjithë, por bëm ne. E ka qenë ëndër jashtëzakonshme për qindra mira familje. Unë di që rruga e Lurës nuk është një jug. Ata po them. Unë e di, mbase është një jug. Unë e di në veri. Unë di që rruga lart për të ardhur deri në Vermosh nuk është një jug. Apo jo? Absolutisht. Unë e di në veri. Unë di që rruga Shëngjin-Veripoj shkon për në veri, nuk shkon për jug. Sikundër dhe rruga Shkodër-Veripoj, që tani duket sikur ka qenë aty gjithmonë, që ishte i problem shumë i madh, është në veri. Po dhe krau që na lidh me Korçën. Që na lidh me Korçën. Po jo, prit. Librashti. Unë di që rruga e Thethit nuk është në jug. Unë di që shkon për veri. Apo jo? Duhet bëjmë xhelozën e jugut. Bazë është një jug, se di. Unë di që rruga e Valbonës, unë e di Tropoja në veri. Bazë është jug. Varet si po dhe po ta marrim bashkë me çka kam ata mbjeshve, prap Tropoja i bi nga veriu, nuk i bi nga jugu. Apo jo, dhe kështu që rrugën e Valbonës unë e di që është atje. Tani çat them, se mund të vazhdoj të numëroj rrugën e Dukagjinit, unë e di që është në veri. Kështu që të gjitha këto unë i di që janë të veriut. Që jemi që të më jeta deri sot ti marrësh të gjitha kilometrat që kanë bërë, të gjithë të tjerët bashkë në për Shqipëri, janë shumë më pak se kilometrat e mia. Kështu që në këtë aspekt po i kam vizituar edhe vende që i kam dëgjuar nga ata, s'ka ardhur njëri në herë në histori e tjetër, por kjo nuk ka rëndësi. Kjo është çështje që nuk do të thotë gjë. Se për shembull, unë dal në Facebook, ose unë jam këtu, edhe ka njerëz që thonë, merr me punë, ç'a bën nga Facebook-un, me podcastin, me këto. Po kjo është puna ime. Unë s'kam puna ime, nuk është dalë puna ime kazë. Puna ime është të komunikoj me njerëz, puna ime është të dëgjoj njerëz, puna ime është të reflektoj për vendime që duhet marr, puna ime është të marr vendime, pastaj të ndjek ekzekutimin e vendimeve. Dajti Paradise në bësh ti në pyetje apo s'ke pyetje ti? Mirë është. Po, pyetja më shumë rëndësi që edhe përveç biznesit tim. Nga shef stat Tiranës si e ngrejnë steken gjithmonë, pyetja më shumë rëndësi, me fjalë ju bët pyetje pa rëndësi. Me rëndësi do të thosha edhe për zonën tonë aty, se ne flasim më shumë për, duke qenë se jemi edhe të fundit në planin e Dajtit si biznese. Do ishte më shumë rëndësi që të merrshim një informacion rreth parkut kombëtar të Dajtit, se çfarë planesh ka qeveria, dhe çfarë synimesh dhe çfarë investimesh priten të bëhen brenda parkut kombëtar të Dajtit. Shiko, ne nuk është se kemi plane që bëjmë investime brenda parkut kombëtar, kuptim se ta thash, në parku kombëtar është park kombëtar, edhe që do të thotë që ne duhet kujdesemi për të. Kemi nisur një punë me Austrinë dhe jemi duke punuar me disa ekspertë, në cilët edhe njeriu që ka krijuar atë ndërmarrjen kombëtare të pyjeve, po themi pa quaj në Austri, për të çuar në nivel tjetër mënyrën se si ne i kuptojmë edhe si i trajtojmë pyjet dhe si kujdesemi për rigjenerimin e tyre etj. Ndërkohë që edhe Dajti është tjedi më mirë se unë, se jeton për ditë, unë e shoh për ditë, po ti jeton për ditë, është dëmtuar nga zjarret në disa pjesë të veta. Dhe ne jemi duke punuar për një sistem të ri për të rimbjelljes së pjesëve të dëmtuara, duke përdorur teknologjinë me dronet që mbjellin. Janë disa drone që gjuajnë edhe i kanë domethënë si thosh si Kapsula. Si kapsulë, po, eksakt, kapsula, saçme të mëdha, që i gjuajnë edhe që ndihmojnë në rigjenerimin e pyjeve dhe po avancojnë muaj pas muaj si suksese të teknologji. Dhe ndërkohë ta thash që ne kemi hapur një kanal
për t'i dhënë mundësi investimeve në të gjithë territoret malore, duke synuar pikërisht atë që folën, parametra që janë në funksion të, po jo se edhe në një farë mënyre ndihmojnë edhe në mirëmbajtjen e gjës. Duhet hymë një fazë të re se kemi e mira është që gjithë ky procesi i negociatave, përveç se i proces për të vënë këtë emrin në tryezë për gjithmonë aty, është një proces që ne marrim shumë gjëra që nuk i dim në kuptimin e ngritjes së strukturave, në kuptimin e ngritjes së kapaciteteve dhe tek mjedisi është një kapitull i tërë shumë i vështirë dhe intensiv. Jo e shprehur që ishte shumë e rëndësishme, që është faza më e rëndësishme. Që do kërkoj, kemi marrë dhe i kohë se janë disa pjesë të negociatave ku ti kërkon kohë dhe t'jepet kohë. Kroacia për shumë e marrë 10 vjetë për punën mjedis që ti vazhdon procesin edhe mbasi e antar deri kur përmbush detyrimet. Ju falenderoj shumë për pranimin tuaj këtu. Faleminderit. Ju falenderoj. Faleminderit. Këta ishin 4 zëdhënës malesh nga pjesën ndryshme të Shqipërisë. Ky ishte podcasti